Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës të Përshtjellim. Politika si ide ka ekzistuar që në kohën e grekëve të lashtë. Republika e Platonit dhe politika e Aristotelit, i cili ndër të tjera e përshkruante njeriun si kafshë politike, janë dy gurët themeltar natyrisht të politikës, që qëndrojnë në thelb të saj dhe për të kuptuarit e politikës dhe në ditët e sotme. Do kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar në studio një prej aktivistëve dhe politikanëve më të njohura në këto vite të tranzicionit shqiptar, zonjën Valentina Leskaj. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Zonja Leskaj, unë dua ta nisja këtë bisedë me diçka personale dhe familjare. Mund na tregoni diçka më tepër në lidhje me çfarë ju shtyu ju që të jepni një kontribut si aktiviste shoqërisë civile fillimisht dhe mandej si një politikane në më të dalluarat e këtyre 35 viteve. Në fakt, unë e kam thënë vazhdimisht, e kam thënë sepse e kam një gjë të brendshme dhe ndjej që për mua qoftë politika, qoftë shoqëria civile ku kam qenë, mund të them një nga modestisht, një nga themeluesit shoqërisë civile, kam qenë angazhuar që në fillim. Nuk është një karrige, nuk është një vend pune, është një angazhim. Dhe ndonjëherë po të thoshe në shumicën e rasteve, angazhimi, një njeri i angazhuar është i angazhuar sepse i vjen së brendshmi, e cila vjen sigurisht nga edukimi, nga rrethanat familjare, nga karakteri, pse jo, nga eksperienca e jetës, por në fakt kur nuk kam dashur që të angazhohem në politikë. Sa rol luan tradita familjare apo fëmiria në përcaktimin se çfarë do bëj njeriu më vonë në jetë? Unë besoj që luan shumë. Unë besoj sepse unë vi nga një familje të cilët kanë qenë njerëz të angazhuar në mënyra të ndryshme. Baba juaj ka jetuar 13 vjet në Francë. Po, ai ka jetuar në Francë përpara çlirimit. Në kohën e luftës u kthye këtu, bashkë me vllajën e tij. Vllai i tij është heroi i popullit, Abbaseu, ka qenë antar i Partisë Komuniste Franceze dhe padyshim që ishte njeri i angazhuar dhe erdhi këtu, po edhe më përpara ka qenë i angazhuar. Ai kishte studiuar në shkollën e Harry Fulcit, nuk e di vokacioni, domethënë nga i vinte, po ka qenë edhe antizogist, është dënuar dhe me vdekje nga zogu, pastaj ja ktheu me dënim të përjetshëm dhe pastaj domethënë u lirua edhe më vonë e çoi kryetar komune në Dukagjin. Po gjithsesi ai ishte i angazhuar në luftë, u bë komandant i brigadës 5 sulmuese dhe pastaj u vra. Ndërkohë babai im kishte edhe një vëlla tjetër, i cili për fat të keq, domethënë edhe për shkak edhe të qasjes së tij, ka qenë i dënuar politik sepse në vitin 45 u arrestua nga regjimi i kohës për politik, madje jo vetëm ai, po dhe djali i tij, i cili gjithashtu vuajti 12 vjet burg, biles më shumë se sa i ati. Kështu që babai im e kishte një vëlla komunist, heroi i popullit, partizan, dhe me aktivitet edhe më të hershëm. Familja ka pasur në 20 aktivitetin, ka qenë gjithmonë familje angazhuar, edhe një vëlla që kishte të dënuar politik, dhe në një farë mënyre ajo që mua më ka ndikuar, unë do thoshja edhe në qëndrimin e sotshëm, që unë kur nuk e shoh atë që kam përballë, pra tjetrin, të ndryshmin. Në rastin konkret, unë kam qenë te Partia Socialiste dhe jam, domethënë i përkas asaj force politike, pavarësisht se vetë bëra tërheqjen, por kur nuk e kam parë si armik. Unë them që kjo edukat familjare, njerëz të angazhuar, babai im gjithashtu ka qenë i angazhuar në luftë, nuk ishte komunist asnjëherë, ishte kritik ndaj komunizmit, e për këtë e kanë hequr edhe nga puna, por unë mendoj që dhe ai gjithmonë kur i thoshin që ky po se ky është hero populli për vllajin, po ky tjetri, ai unë gjithmonë e kujtoj, thoshte një fjalë, janë vëllezërit e mi. Pra e ndante atë njerëzoren. Edhe e di çfarë më kujton kjo Ilir? Më kujton Hannah Arendtin. Kur miku i saj më i ngushtë, Kurt Waldenheim, që ishte koha e gjyqit Nurembergut, juve e dini historinë, do të thënë dhe si e kanë ndjekur ajo, i tha që ti e do Izraelin, ajo tha që unë dua njerëzit. Kështu që unë
ka marrë, them, në edukimin tim nga familja ime këtë që t'i shoh si njerëz dhe mendoj që ti nëse do njerëzit mbetesh njeri i angazhuar, qoftë në aktivitetin e shoqërisë civile apo qoftë në politikë, sepse të dyja janë të mira publike po t'i shohësh. Para se të shkojmë te politika, unë doja të qëndroja në dy momente përpara politikës, para rrugtimit politik, që është momenti si kryeredaktore dhe mandej pedagoge natyrisht, në dimensioni akademik, dhe një nga aktivistet e hershme të shoqërisë civile në Shqipëri, pra ju keni qenë qysh në krye të erës, pra në kapërsyll të ndryshimit të regjimit, pra një vokacion i trefisht, pra një background i pasur profesional. Mund ta thoni kush ishin shtysat që ju çuan drejt këtij rrugtimi? Gjëja e parë që unë kujtoj, atëherë kam bërë një shkrim tek Gazeta Bashkimi, sepse mu ofrua nga të dy partitë politike që ishin, ishte koha atëherë që kërkuan edhe nga njerëz që ishin nga këto organizatat, le të themi, jo e gruas, jo e frontit, jo këto, që të vinin kandidat të pavarur, dhe këtë se kam thënë ndonjëherë për them për çfarë viti vetë? Ishte kur u bën zgjedhjet e para që Partia e Punës vuri kandidat, kërkoi kandidat edhe jashtë Partisë së Punës, njerëz që ishin të punonin me gruan, me frontin, me rinin. Dhe atëherë në fakt më është propozuar që të kandidoja. Kanë kandiduar disa njerëz atë kohë, që kishin edhe një emër, sigurisht i duhej edhe për makiazh patjetër. Dhe në fakt nuk e kam pranuar, domethënë që të kandidoja. Dhe se kam pranuar sepse nuk e besoja atë që më dukej si një gjë falso, artificiale. Mund të keni qenë ndër të rallat që e keni refuzuar në atë moment. E vërtet është, në atë takim që është bërë atje, domethënë kam qenë e para që thash jo, unë nuk e pranoj dhe nuk pranova. Dhe ndërkohë kam pas bërë një shkrim te Gazeta Bashkimi që kam thënë që kisha filluar një lloj angazhimi. Thotë që te Piramida u bë një takim, ishte me gra, edhe në fakt dhe atje u ngritën shumë gra që thoshin Valentinën ta zgjedhim, se ne tham që të bëjmë një organizat të pavarur. E shumë gra u ngritën, domethënë dhe propozuan, dhe unë në fakt nuk është se pranova, por filluam atë kohë me Diana Çulin dhe Rolanda Dimitrin, që ka qenë, besoj juve e njihni sepse ka qenë figurë, domethënë shumë e njohur, më vonë iku, ishte në Universitetin e Harvardit dhe ka ndruar jetë, por që ishte një grua angazhuar, zëvendëse rektore e universitetit, dhe kemi bërë programin e parë për forumin e pavarur të gruas. Pastaj unë ngrita këtë në Qendrën për Popullsinë dhe Zhvillimin, dhe sigurisht ishte një shtys tjetër